Abdul Frashëri lindi më 1 qershor 1839 në fshatin Frashër të Përmetit, në një familje të njohur për traditën e saj, ku dhe dashuria dhe kultura ishin pjesë e përditshme e jetës. Ai ishte biri i Alit Beut dhe Emine Hanëmit, dhe vëllai i 2 figurave gjikante të kombit shqiptar, poetit Naim Frashëri dhe mendimtarit të madh Sami Frashëri. Që fëmijë, Abdyli u rit në një mjedis ku fjala, libri, nderi dhe çështja shqiptare ishin të shenjta. Këto rrënjë e përgatitën për të qenë një nga drejtuesit më të rëndësishëm të kombit shqiptar në shekullin e 19. Si i ri, ai shkoi në Janin, ku jetoi e punoi për shumë vite, duke u futur në rrymat politike të kohës dhe duke parë nga afër rrezikun që vinte nga fqinjët, si dhe dobësimin e perandorisë osmane. Gjysherët, ai e kuptoi se shqiptarët nuk ishin të njohur si komb, se trojet e tyre rrezikohen të ndaheshin, dhe se mungesa e arsimit shqip ishte pengesë kryesore për ndërgjegjen kombëtare. Pikërisht në Janin, ashtu siç e dokumentojnë burimet historike, Abdyli u bë personalitet politik i shquar në vitin 1877, kur kriza lindore u rrezikonte trojet shqiptare. Ai u zgjodh kryetari i Komitetit Shqiptar të Janinës, që kishte si qëllim artimin e një platforme politike për mbrojtjen e interesave kombëtare. Me shpërthimin e luftës ruso-turke dhe me nënshkrimin e traktatit të Shën Stefanit në mars 1878, trojet shqiptare rrezikuan të coptoheshin mes Bullgarisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë. Shumë territore shqiptare parashikuan të jeshpeshin shteteve fqinje, ndërkohë që shqiptarët u injoruan krejtësisht si komb. Sërish në këtë moment, kur rreziku i zhdukjes së Shqipërisë ishte real, shfaq figura Abdyl Frashëri si një nga drejtuesit kryesor të lëvizjes kombëtare, duke u bërë ideolog dhe frymëzues i saj. Ai u zgjodh kryetari i Komitetit Qendror për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë shqiptare në Stamboll, i njohur si Komiteti i Stamboll. Ky komitet hartoi platformën politike, dhe më pas do të udhëhiqte lidhjen e Prizrenit. Kur lajmet për coptimin e trojeve shqiptare u përhapën, Abdyli udhëtoi në përvisje të ndryshme shqiptare, duke thirrur prijes vendas të bëheshin pjesë një kuvendi mbash shqiptar. Në 10 qershor 1878, në Prizren, u mblodh kuvendi i madh që do të ndryshonte rrjedhën e historisë shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit nuk u krijuar rastësisht. Ajo ishte fryti i punës së gjatë të Abdyl Frashërit dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Në këtë kuvend, delegatët ishin të përçarë në 2 rrymë. Njëra dëshironte të mbështetej te porta e lartë, ndërsa rryma dhetare e udhëhequr nga Abdyl Frashëri kërkonte bashkimin e shqiptarëve në një njësi të vetme politike dhe kundërshtimin e coptimit të territorit me çdo çmim. Në këtë kuvend, Abdyl Frashëri mbajti fjalimin e tij të famshëm, një thirrje që do të bëhej simbol i lidhjes së Prizrenit dhe një nga deklaratat më të fuqishme politike dhe historisë shqiptare. Qëllimi i kuvendit është që t'u apresi movin armiqve të pashpirt, duke lidhur besën shqiptare dhe duke betuar që t'i mbrojmë me gjak trojet që na kanë lënë gjyshërit dhe stërgjyshërit tanë. Fjalët e tij elektrizuan sallën dhe motivuan delegatët që të ndërmenin një vendim të fortë: Shqipëria nuk do të lejonte asnjë padrejtësi territoriale. Pas formimit të lidhjes, u krija Komiteti Kombëtar me 3 komisione për çështjet e jashtme, të cilat u besuan Abdyl Frashëri, për çështjet e brendshme që i drejtuan Shaban Prizreni, dhe financat që i drejtonte Sulejman Vokshi. Abdyl Frashëri ngarkua të udhëhiqte diplomacinë shqiptare në takimet me fuqitë e mëdha
dhe me portën e lartë. Duke u përpjekur të shpjegonte se shqiptarët ishin kombi veçantë, se trojet e tyre nuk mund të coptoheshin, dhe se bashkimi i vilajeteve shqiptare ishte kërkesë legjitime. A i udhëtoi në Stamboll e në vende përreth, sedoi me diplomatë, hartoi memorandume dhe dokumente të shumta që mbronin të drejtat shqiptare, duke u bërë zërin e Shqipërisë të dëgjojë për herë të parë në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht përpjekjeve të tij, vendimet e Kongresit të Berlinit dhanë disa territore shqiptare malit të Zi dhe Greqisë. Lidhja e Prizrenit, llojhequr ideologjikisht nga Abdyl Frashëri, organizoi qendresën e armatosur për t'i mbrojtur këto troje. Kryengritësit, malsor, djemë të rinj e burra të pjekur u bashkuan në luftë kundër coptimit, në Plaf, Guci, Hot, Grut dhe Ulqin. Qendresa shqiptare u bë heroike. Edhe pse nuk fitoi çdo betejë, lidhja tregoi se shqiptarët ishin të bashkuar e se nuk pranonin të zhdukeshin nga harta. Ishin këto beteja që e kthyen çështjen shqiptare në një çështje ndërkombëtare dhe që u bën baza e mëvonshme pavarësisë së Shqipërisë. Por porta e lartë nuk mund të lejonte që shqiptarët të organizoheshin në një forcë të pavarur politike dhe ushtarake. Në vitin 1881, Shtria Osmane ndërhyri për të shtypur lidhjen e Prizrenit. Abdyl Frashëri u arrestua, dënua me burg dhe kaloi vite të vështira nën përsekutim. Edhe pse në burg ai nuk u dorëzua kur, shkruante, protestonte, dërgonte letra dhe kërkonte shqiptarët të mos e humnin rrugën e fillit. Ai e dinte se lëvizja që kishte nisur nuk do të ndalej, sepse kombi ishte zgjuar. Pas lirimit, i sëmur dhe i lodhur nga burgja, Abdyl Frashëri vendos në Stamboll, u vazhdoi të shkruante dhe të mbështeste çështjen shqiptare. Diq më 23 tetor 1890, larg nga dheut, por la pas një nga trashëgimitë më të fuqishme politike të kombit shqiptar. Sot Abdyl Frashëri njihet si ideologu i parë i shtetit shqiptar. Njeriu që formuloi idenë e bashkimit të vilajeteve shqiptare, themeluesi i diplomacisë shqiptare, frymëzuesi i lidhjes së Prizrenit, dhe një nga figurat më të ndritura të rilindjes kombëtare. Pa mendimin e tij, pa platformën e tij politike, pa guximin e tij të viteve 1877-1881, Shqipëria nuk do të kishte pasur kur një bazë të fortë për të kërkuar pavarësinë në vitet që pasuan. Ai është një nga njerëzit që edhe pse nuk u pa dot Shqipërinë e lirë, dha asaj themelit mbi të cilat ne sot qëndrojmë.